Do të rikthehemi përsëri në temën e inovacionit dhe standardeve. Këtë herë në një sektor tjetër, atë të agrobiznesit. Klodiana Balla sjell ekspertizë të thellë në standardet dhe certifikimin bujqësor, duke luajtur një rol kyç në parafrimin e prodhuesve shqiptar me kërkesat e tregjeve të Bashkimit Evropian. Puna e saj në Bioinspekta dhe kontributi aktiv në grupin kombëtar teknik të punës për standardin Global Gap kanë ndihmuar në integrimin e standardeve të cilësisë në sektorin agrobiznesit, duke i përhapur ato në të gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit. Së pari falenderoj për mundësinë të qëndrit këtu dhe për të shprehur eksperiencën tonë në këto vite bashkëpunimi. Unë përfaqësoj grupin teknik të kombëtar të punës së Global Gap, një strukturë e krijuar me qëllim mbështetjen e prodhuesve shqiptar për të arritur standardet e certifikimit siç tregjet globale i kërkojnë. Shpesh kemi pyetjen nga kompanitë pse janë të rëndësishme standardet. Ne shohim që në tregjet globale siguria ushqimore, cilësia e produkteve, gjurmëshmëria e këtyre produkteve nuk janë më opsionale. Nuk është një vlerë që mund të shtohet produktit, por është tashmë një kusht në mënyrë që këto produkte tona të mund të tregtohen në ato vende. Nga ana tjetër, ne dim që në Shqipëri kapacitetet prodhuese janë gjithmonë të vogla, ne nuk mund të konkurrojmë tregjet ndërkombëtare me sasi produktesh, kështu që zgjidhja për ta bërë sa më efektiv këtë aktivitet është patjetër synimi i tregjeve premium, tregje të cilat ofrojnë vlerë të shtuar për produktet në mënyrë që eksportuesit dhe fermerët që janë bas atyre të marrin maksimumin e vlerës së shtuar nga aktiviteti. Po të hedhim syt 10 vite më përpara, shumica e produkteve të prodhuara në Shqipëri tregtoheshin në rajon, ndonjëherë edhe në forma informale, çka bënte që vlera e shtuar që merrin eksportuesit ishte gjithmonë minimale dhe po ashtu motivimi i fermerëve të qëndronte i vogël. Fal mbështetjes së këtij projekti u bë e mundur që eksportuesit të njiheshin me rëndësinë e standardeve, të njiheshin me mundësitë për eksport të produkteve në tregje me vlerë të shtuar dhe nga ana tjetër u suportuan me procesin e certifikimit, me lehtësimin e këtij procesi certifikimi që jemi sot në rezultatin që kemi gjithmonë edhe më shumë fermerë të certifikuar, kompani të certifikuara, rritje të sasive të eksportuara dhe patjetër efekti anësor, rritje të nevojës për punësim të këtyre kompanive. Shumë e rëndësishme është që përveç rritjes së nevojës për punësim në kompani, tashmë punësimi në bujqësi ishte më atraktiv për të rinjt, sepse të rinjt nuk po bënin një punë të zakonshme në bujqësi, por kishin mundësi që të punonin me zbatimin e standardeve, të merrnin trajnime rreth këtyre standardeve, të punonin në lidhje me gjurmëshmërinë, të merrnin pjesë në audite ndërkombëtare mbi certifikimin, çka bëri që interesi dhe motivimi i të rinjve për punësimin në bujqësi të ishte më i lartë. Por lind pyetja, kur mbaron një projekt, çfarë ndodh? Patjetër që është një moment që vlerësohet në çdo sektor që mbështetet nga një projekt i caktuar. Nëse do shikoja mbrapsht efektet që kemi ne në sektorin aktual, ne kemi modele kompanish eksportuese të suksesshme, modele të cilat patjetër nuk janë më të gatshme që të bëjnë një hap pas. Kemi struktura të ngritura brenda vendit të tilla si grupi kombëtar teknik i punës, konsulenta aprovuar të cilët janë të gatshëm të punojnë dhe të ndihmojnë tregun për afrimin me procedurat e standardit dhe po ashtu kemi një shembull siç ishte certifikimi në grup, një shembull i suksesshëm certifikimi që bëri që kompanitë të kishin kosto më të ulta si të menaxhimit të tyre, po ashtu edhe të certifikimit. Duke konsideruar të gjitha këto, duket sikur tregu është i qëndrueshëm dhe nëse do udhëhiqet nga kërkesa e tregut, që duket që është aty dhe është gjithmonë në rritje, jemi në rrugën e dur që sektori të vazhdojë hapat përpara. A do të thotë kjo që nuk ka më probleme dhe nuk ka më nevojë për mbështetje? Patjetër që jo. Si çdo treg, edhe ky ka nevojë për mbështetje për të arritur në numër më të lartë të impaktit dhe të ndikimit tek fermerët e vegjël. Siç të gjithë e dim, standardet janë gjithmonë në evolim, ndryshojnë gjithmonë, bëhen më kompleks, nga ana tjetër ka dhe standarde të reja që krijohen dhe që prodhuesit duhet i ndjekin në mënyrë që të vazhdojnë që të jenë konkurrues në këtë treg. Për ta përmbledhur, standardet nuk janë një barr, nuk janë një pengesë për prodhuesin, edhe pse ndonjëherë mund të shikohen si të tilla për shkak të kompleksitetit që kanë,
por në fakt janë një urë që na siguron ne rrugën drejt tregjeve më të larta. Dhe çfarë duhet bërë është që këto modele suksesit të shumëfishohen, të arrijnë sa më shumë prodhues, dhe pse jo të integrohen edhe me kuadrin ton ligjor vendas që një të ardhme më të shkurtër ne të flasim jo vetëm për cilësinë e produkteve që eksportohen, por edhe për produktet që ne konsumojmë çdo ditë në tavolinat tona. Faleminderit.